faqe që prokuroria speciale ty të ka rritur kërkesën për masën ndaj zonjës Balluku. Pra nëse ishte më përpara pezullim, tani ka kërkuar arrest, kontrolle dhe përsëri 83 mandatet përsëriten vazhdimisht si një mburoj politike që do të ndodhin në rastin e zonjës Balluku. Pra këto dy mekanizma të SPAK-ut praktikisht krijen nga kjo majorancë dhe praktikisht kemi një shkrirje të SPAK-ut me këtë vendimarrje që synon zoti Rama dhe nga ana tjetër patjetër një bunker juridik ndaj kabinetit të tij, pra mesazhi që jep qytetarëve që ne do të vazhdojmë të vjedhim, do të vazhdojmë aferat korruptive, por nuk do të mund të adresohen nga ana e gjyqësorit. Duke futur edhe 6 subjekte të tjera, presidentin e Republikës, avokatin e popullit, kreun e kontrollit të lartë të shtetit, antar të gjykatës kushtetuese, në këtë projekt për ndryshim, është çështje kamuflimi për ju? Absolutisht, sepse qëllimi është i qartë, megjithëse majoranca thotë që nuk është për rastin konkret, por është rasti konkret që solli ndryshime të tilla dhe absolutisht që është një kamuflim për treguar që jo, këtu janë gjithë organet kushtetuese. Ajo çfarë bëjnë, dhe unë e shoh nëpër panele të avokatëve të qeverisë apo të analistëve pranë qeverisë, çfarë thonë? Kanë merakun se mos ndonjë prokuror shmëndet edhe na pezullon Ramën. Pra, deri këtu ka arritur absurdi një mbrojtje, po për kryeministër flasim, për një kryeministër që ka shitur detin, për një kryeministër që ka vjedhur miliona euro me çështjen e portit të Durrësit, me miliona euro që kemi humbur për çështjen Beketi, me miliona euro të inceneratorëve, pra kemi një kryeministër të korruptuar, të komprometuar dhe kemi merakun mos ndonjë prokuror lajthit dhe na pezullon kryeministrin. Çështja është, kemi barazi para ligjit sot që flasim me këto ndryshime që propozohen nga majoranca? Absolutisht jo, sepse ti shkon burg për një parkim tysh, ti shkon burg si qytetar qofse nuk paguan drita, ti shkon burg se nuk paguan energjinë elektrike apo bën ndonjë ndërtim apo ndonjë suvatim në shtëpi, ndërkohë që zvëndës kryeministri, ministrat, kryeministri marrin imunitet që nuk ka qenë as përpara 2012, sepse në 2012 kjo klasë politike hoqi çdo lloj imuniteti. Që Rama ka qëllim të shkrijë SPAK-un pra të hap një betejë zyrtare me drejtësinë e a prisi reagim publik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kundër kësaj nisme për të ndryshuar këtë ndryshim që kërkon të bëjë Rama, duke e hequr pezullimin për ministrat, kryeministrin, zëvendës kryeministrën? Reforma në drejtësi u mbështet jashtëzakonisht shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian dhe padyshim që është një sfidë për ndërkombëtarët fakti i këtij momenti që siç e quajti europarlamentari është një test i shtetit tonë në qasjen kundër korrupsionit, që kështu padyshim që është një sfidë dhe një moment testi edhe për ndërkombëtarët që duhet flasin shumë drejt për drejt dhe absolutisht mos lejojmë këtë puç kushtetues, këtë gru shteti që kërkon zoti Rama si një shpëtim i dëshpëruar ndaj tij, sepse fundi i tij dhe i revoltës që do i vi nga populli absolutisht është i pashmangshëm, edhe ndaj gjithë mega aferave që i ka bërë, është shumë e qartë tashmë që askush nuk ka ngrënë as dardha, as kumblla, as gjithë frutat e mundshme mbrapa shpinës së kryeministrit, por ka qenë ai urdhëruesi i çdo afere korruptive, me Tulen e Llogaras, me aferën e Akshit, ku praktikisht i kenë në akuzë qeverinë si grup të strukturuar kriminal. Pra, jo thjesht vendimarrje korrupsioni, por në bashkëpunim me krimin e organizuar, kanë marrë peng sipërmarrës caktuar, kanë vendosur tendera caktuar dhe sot që flasim vazhdojmë qytetarë shqiptarë paguajnë për inceneratorin që nuk ekziston, paguajnë për aferat e Akshit e gjitha me radhë. Dhe ky kryeministër që mos harrojmë deri dje thoshte që Partia Socialiste nuk do të bëhet mburoj për asnjë zyrtar dhe mos harrojnë traditën parlamentare.
çdo lloj majorancë ka hequr imunitetin ndaj çdo lloj deputeti, ke zotin Tahiri, ke Ahmetajn, ke çdo lloj deputeti që është hequr imuniteti pikërisht sepse klasa politike donte të jepte një mesazh. Apo dorëheqje, kemi pasur dorëheqje në rastin e zotit Meta, zotit Berisha dhe shumë lider të tjerë apo ministra të tjerë. Pra ka qenë institucioni i dorëheqjes një institucion shumë i konsoliduar, por që padyshim nuk vlen asgjë për këtë majorancë. Shkurt, çështjes Balluku vërtet u zvarit çështja e imunitetit të saj, por të ënën mblidhet Këshilli i Mandateve në datën 5 mars, mos gaboj, është edhe në seancë votimi i raportit për çështjen Balluku. Me gjithë këto zhvillime, ju prisni që të votohet nga kjo majorancë heqja e imunitetit apo jo? Nisur nga sa kanë shkuar zhvillimet deri më sot, nuk e dim ç'do ndodhi deri në datën 5 mars. Unë nuk pres që të lërë kjo majorancë votoj për heqjen e imunitetit, nëse do të kishte pasur vullnetin dhe do të kishte pasur gjithë dëshirën e saj për treguar edhe atë çfarë ka thënë në gjithë këto vite, që nuk do të bëjë mburoj për asnjë deputet, asnjë politikan në rastin se do të vinte një kërkesë e thjesht nga prokurori për heqjen e imunitetit. Dhe fakti që e zvarritën me muaj, kur kërkesa e prokurorëve për heqjen e imunitetit nuk është një kërkesë e pambështetur, por është fakt që ka në dosje kërcënime që ka bërë zonja Balluku ndaj vartësve të saj, ka fakte tashmë të prishjes së prova, pra edhe janë intimiduar dëshmitarët dhe është rreziku i prishjes së provave, dhe kjo majorancë në 2 muaj e ka zvarritur te çdo afati dhe te çdo precedenti të parlamentar që ka qenë më parë. Që kështu unë nuk pres që Partia Socialiste të heqi imunitetin, kur në një kohë ti ke në parlament sot që flasim, amendime, pikërisht propozime nga ana e kryeministrit për t'i dhënë imunitet pikërisht qeverisë ti dhe vetes së ti. Duke hequr çështjen e pezullimit, çfarë ndodhi me 2 nismat tuaja, zonja Xhixho, që u rrëzuan në parlament me TVSH-n e shportës dhe sigurinë ushqimore? Nuk u morën fare parasysh nga kolegët, sepse siguria ushqimore ka qenë kryefjalë me raste të veçanta gjatë gjithë këtyre javëve, kemi patur histori nga më të ndryshmet. Nuk pati fare sensibilizim për... është për të ardhur keq që nismat e deputetëve, apo sidomos deputetëve të opozitës, absolutisht kalojnë një proces fiktiv parlamentar, ku nuk hidhen as në konsultim publik, nuk bëhen as dëgjesa me grupet e interesit, dhe sidomos për iniciativa që janë në dobi të qytetarëve. Forca e kartonit 83 votave, po më thoni. Patjetër. Do me thënë, qofse ti në diskutimet që ne kemi pasur këtë javë, qoftë në Komisionin e Ekonomisë, qoftë në Komisionin e Jashtëm, dje në Komisionin e Shëndetësisë për 2 iniciativat tona, qoftë për uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet e shportës, edhe një herë për qytetarët ne tatohemi 20% tek buka, tek vaj, tek mielli, tek orizi, makarona, tek çdo produkt. Dhe ndërkohë që ky 20% shkon direkt në buxhetin e shtetit. Ne propozimin ton ishte ta çonin 5%, propozimi i kësaj majorancë